Personal, Franco Foda absolutisht që është njeri jashtëzakonisht pozitiv. Para se ai të emërohet te Kosova ka pas zëra të ndryshëm, që është karakteri i vështirë, është i papërshtatshëm, ka probleme për të menaxhu grupin, ka probleme, konflikte me zyrtarët e federatës ose të klubeve me të cilat ka punuar. Asnjë prej tyre nuk ka ndodhur me ne. Ka pas qëllë jashtëzakonisht korrekte gjatë krejt kësaj periudhe, vazhdon të ketë qëllë jashtëzakonisht korrekte gjatë krejt kësaj periudhe. Në aspektin profesional, nëse mund të them shkurt, pa hyrë detaje, është njëri që zgjohet, ja kushton rreth një orë në mëngjes, një orë gjysmë vetës, trupit tij, ushtrimeve fizike, fitness, ushqim adekuat, edhe gjatë krejt kohës qëndron i mbyllur në atë zyrën e vet që i ka në Emerald gjatë kohës së grumbullimit të ekipit kombëtar. Pak a shumë të njëjtën gjë prej selektorëve ka bërë edhe Alberti në fillim, edhe Shallandi më pas, të tjerët jo deri në këtë pikë sa e bën Foda, sa e ka bërë Shallandi. Absolutisht përkushtimi është maksimal, i kalon 2-13 orë spaku në ditë brenda asaj zyre duke analizuar, duke shikuar kundërshtar, duke analizuar lojën tonë, duke analizuar secilin seancë stërvitore që xhirohet me 3-4 kamera nga kënde të ndryshme, të larta, të ulta, në forma të ndryshme për të parë veprimet e futbollistëve, kështu që absolutisht është jashtëzakonisht shumë i përkushtuar. Besoj që edhe rezultatet flasin më pas edhe për cilësitë e tij si trajner, për vojat që e ka pasur në të kaluarën edhe me Austrinë kur ka arritur deri në 1/8 e finales së kampionatit evropian. Mendoj që janë treguesit më të mirë të mundshëm se sa shumë ai e njeh zen e trajnerit, e sa më mirë se sa në pjesën e qenit trajner në klub është përshtatur në qenit trajner me ekipin kombëtar, që ka specifika komplet të ndryshme nga puna në klub, dhe besoj që Foda është treguar spaku deri tash qoftë me Austrinë, por në këtë periudhë me ne është treguar